Jemi me Alban Xhaferllari, ekspert IT-e nga diaspora, ju përshëndesim. Mirëmëngjes, shumë faleminderit për ftesën. Doja së pari t'ju bëja një pyetje dhe një përgjigje shkurtimisht nga ana juaj, si e keni parë të gjithë procesin e votimit deri në këto momente? Deri tani në këto momente them se procesi i votimit ka qenë shumë i mirë, konsideruar edhe faktin që ju dha mundësi diasporës të votonte. Dhe mbi të gjitha edhe procesi i votimit të diasporës ka qenë, duhet të them, i kënaqshëm. Unë edhe si pjesë e grupit Diaspora për Shqipërinë e Lirë që bëri të mundur realizimin e votës, nuk e prisnim kaq shpejt që ky proces të realizojë në mënyrë kaq të shpejt, që nga sistemi PER, sistemi ku të gjithë emigrantët arritën të regjistroheshin, dhe pastaj edhe dërgimi i zarfave nga KQZ-ja dhe DL-ja ka qenë pothuajse i përkryer, mund të them. Edhe pse me disa problematika të vogla her pas here. Ka pas disa problematika të vogla, duhet të them që janë normale në një sasi kaq të, le të themi, të mëdhaja dërgesash me DL-n. Mua për shembull vetë personalisht DL-ja nuk ma solli zarfin në shtëpi, që ishte deklaruar nga vetë PQZ-ja. U detyrova t'i merrja në telefon disa herë dhe në fund që mos humbisja votën, vajta e mora vetë zarfin te qendra e DL-s edhe votova. Edhe këto janë normale, të themi, të drejtën, nuk është asgjë jashtë normale, duke konsideruar që ishin dërguar 250.000 zarfe, vetëm një përqindje vogël, mund të themi diku te, le të themi 10% kanë pas këto problematika që janë klasike, sepse varet nëse njerëzit për shembull janë në shtëpi për të marrë të zarf, apo janë në punë, kanë problematika të tjera, dhe vetë DL-ja varet nga zona ku i dërgon, se jo të gjitha zonat kanë zyra të janë afër me dërgimin. Por në përgjithësi do të them që ka qenë një proces i kënaqshëm, kesh të drejtën të votosh nga jashtë, kesh mundësinë të marrësh zarfin në shtëpi, kudo që je në botë, është diçka që ka qenë, le të themi, e kënaqshme në ana e jonë si emigrant që s'kemi mundësi të vinë në Shqipëri të votojmë. Do doja ta nisnim që prej momentit të regjistrimit. Ne këtu në Shqipëri, le të themi, kemi ndjekur me shumë interes çdo proces të votës së diasporës, dhe një prej shqetësimeve më të mëdha ishte pikërisht fakti që diaspora shpeshherë kishte paqartësi lidhur me mënyrën se si duhet të regjistrohej. Cilat kanë qenë, po themi, ato çfarë ju keni vënë re disa prej problemeve më të mëdha që nga momenti i regjistrimit të diasporës shqiptare për të votuar në zgjedhjet e 11 maj 2025? Po. Duhet të themi që regjistrimi i subjektit votues, domethënë një emigranti që ndodhet jashtë shteti, ishte një proces shumë delikat, sepse në radhë të parë duhet verifikohet identiteti i personit që regjistrohet, duhet verifikohet identiteti, adresa, sepse për votim normalisht duhet një identifikim i fuqishëm. Ne kur vemi në një qendër zgjedhore fizikisht kemi dokument me vete. Dhe të implementosh këtë pjesë nga ana teknike, ta bësh online, është delikate, do parametra shumë të larta sigurie. Kështu që ky ka qenë, besoj, një nga vështirësitë më të mëdha që KQZ-ja e bëri të mundur përmjet programit PER, dhe problematika më e madhe që është hasur në regjistrimin e diasporës, sidomos për persona që nuk janë shumë të ekspert në përdorimin e mjeteve elektronike si kompjuteri apo celulari, ka qenë pikërisht pjesë e verifikimit të identitetit. Sepse ky programi PER, duhet të marrë një foto dhe kjo foto pastaj verifikohet kundrejt një dokumenti që ti karikon, kështu që nuk ka qenë një proces i thjeshtë, edhe shumë persona, shumë emigrantë që nuk kanë qenë të mirë, le të themi, në përdorimin e këtij programi, kanë bërë gabime gjatë regjistrimit. Shumë kanë karikuar dokumenta që nuk janë të vlefshëm për njohjen e identitetit në Shqipëri. Ne kemi parë edhe këto fotot me filxhanin e kafes. Pikërisht, po, pikërisht. Edhe fotot me filxhanin e kafes, apo foton diku jashtë të bërë në një qendër tregtare që normalisht sistemi PER, duke qenë se është një sistem i verifikimit të identitetit, duhet keni një foto të fytyrës suaj, ku aty merr pikat, le të themi, identifikuese
të fytyrës dhe i krahason ato me dokumentin e identitetit që ju karikoni. Dhe kjo ka qenë pjesa më e vështirë e problematikës. Pastaj edhe programi vetë fillimisht ka pas problematika teknike sepse besoj sepse është programuar në një mënyrë shumë të shpejtë. Ne mbaj mend që edhe si pjesë e diasporës për Shqipërinë e Lirë u ftuan për testonin të program në janar. Edhe kur bëm testimin, ata programatorët e kyçis dëshnë ata që kjo ishte programuar në 3-4 muaj, që është një kohë shumë e shkurtër dhe faktikisht hasëm shumë problematika fillimisht. Por u korrigjuan në një kohë shumë të shkurtër dhe ka qenë impresionuese fakti që pasi ky program u hodh online, pati shumë regjistrime nga ana e emigrantëve shqiptar. Nuk e prisim personalisht unë se prisja një numër të regjistrimesh kaq të lartë si herë e parë që është. A besoni që mund të ishte edhe një numër më i lartë, por ndoshta për shkak të këtyre problemeve që ju theksoni lidhur me identifikimin dhe përdorimin e platformës Sper për regjistrim, qytetarët e kanë pasur të pamundur? Besoj se një përqindje e vogël faktikisht ka pasur të pamundur. Shumica atyre që kanë pasur vullnetin të regjistrojnë janë regjistruar sepse vetë programi jep mundësinë që ti ta bëj këtë proces si nga celulari, si nga kompjuteri, kështu që nuk ajo që shikoj unë që mund të ishte një përqindje më e lartë, mbase nga ana e KQZ-s mund të ishte bërë një fushat më e mirë për shpërndarjen e programit, sepse nga 250.000 veta që janë regjistruar ne dim që emigrantët shqiptarë janë një numër shumë herë më të lartë jashtë vendeve, janë diku te 1.500.000, pak në ata të ikur nga Shqipëria, pa konsideruar ata që kanë lindur jashtë, që shtojnë akoma më shumë numrin e diasporës së Shqipërisë. Po ndërkohë nëse do ndalonim, po? Edhe tek procesi i votimit. Ne në Shqipëri tashmë kemi filluar me votimin elektronik në njësinë 10, po kemi përmendur edhe në të njëjtën kohë edhe për vorën, por duket paksa e largët në momentet fillestar të jetë edhe për diasporën votimi elektronik. Do doja ta shihja edhe nga ana juaj. Ju e keni parë tashmë që ka qenë me anë të Zarfit, po si ekspert i fushës edhe në këtë rast sa i përket teknologjisë dhe IT-s, si të zhdukur dhe si mund ta krahasojmë edhe me vendet e tjera që fillimisht kanë ushtruar votën e diasporës e më pas kanë përdorur pikërisht votimin elektronik si formë dhe mënyrë të tyre. Një krahasim mes Shqipërisë dhe atyre vendeve dhe mbas edhe një farë parashikimi se sa i largët mund të jetë edhe për ne. Po, duhet të ndajmë dy gjëra, sepse votimi elektronik nga votimi online janë dy gjëra të ndryshme. Të ndalim çik te votimi elektronik sepse është një proces mjaft interesant. Votimi elektronik është ai votim që ne pam si eksperiment tani në Bashkinë e Vorës, në mos gaboj. Fakt si eksperimente kemi parë në zgjedhjet e kaluara, këtë herë u implementua plotësisht, po edhe prisnim një implementim më të gjerë në Shqipëri, po kjo nuk ka ndodhur me sa duket. Pikërisht kjo s'ka ndodhur dhe është, si të thash, nuk është një gjë e mirë sepse një nga avantazhet e votimit elektronik është që të jep rezultatin në momentin që mbyllet votimi, ne kemi rezultatet e çdo votimi të cila partia sa vota ka marrë. Dhe ne shikojmë që votimi manual zgjat me ditë të tëra, është një proces i lodhshëm, është një proces që si thua lejon edhe gabimin njerëzor. Kështu që votimi elektronik do të ishte një zgjidhje shumë e mirë që të implementohen në gjithë vendin. Pothuajse shumë vendet e Europës, në mos gabojmë, Belgjika, Austria, Australia gjithashtu implementojnë votimin elektronik, Estonia dhe mos gaboj që Estonia është dhe një nga vendet e vetme që ka dhe votimin online përveç votimin elektronik. Përsa i përket votimit online, që është ndryshe, një votim që do të më lejonte mua për shembull të votoja nga kompjuteri im apo nga celulari im, është një proces që është diskutuar shumë herë edhe në vendet të Europës. Me përjashtim të Estonisë që ka implementuar, po Estonia mund të themi që është një vend jashtëzakonisht digitalizuar në krahasim me vendet e tjera të Europës. Votimi online është delikat sepse kërkon një siguri shumë të lartë, kërkon sisteme jashtëzakonisht të mira për identifikimin e personit në cilin kryen këtë votim. Edhe duhet të jetë shumë i sigurt për të mbrojtur kundër hakerave apo kundër manipulimeve të ndryshme. Kështu që shumë vendet e Europës e kanë lënë, si thua, më njanë, nuk e kanë përdorur të votim online për shkak të këtyre problematikave të lidhura me sigurinë.
i cili mund të bëhet, për shembull Estonia ka treguar që ka bërë, por edhe një siç e thash, Estonia është një vend shumë i digitalizuar, nga Estonia ka dalë edhe programi i famshëm Skype që para të ditë shumë bëu. Ndërkohë që sa i përket votimit elektronik në Shqipëri, përmendëm Bashkinë Vor, aty ku në fakt priteshin që me njëherë pas përfundimit procesit të votimit në orën 19:00, diçka tek 30 minuta më vonë të dilnin rezultatet. Kjo nuk ndodhi, pra dalja e rezultateve u shty për ditën tjetër, diku në orët e para të mëngjesit të një dite aktive. Pse ka gjatë, apo ishte thjesht procedurë e KQZ, apo ndoshta mund të ketë pasur një problem sistemi apo diçka të tillë? Të them drejtën, nuk di ta komentoj pse u bë ky vendim. Ne pam që online u publikua rezultati i qendrës së Vorës, dikush e publikoi në WhatsApp në popull. Diku doli, nga diku doli dhe ne patëm mundësi ta shihnim rezultatin në një pjesë, po themi, adhuruesve të një partie të caktuar, filluan edhe festën. Po, pikërisht. Edhe pastaj KQZ-ja mori mendimin që ta vononte këtë, ta nxjerrte zyrtarisht rezultat më vonë, si duket e kanë të drejtat e saj sipas ligjit që ta bëj këtë. Nuk di ta them nëse është e drejtë apo e gabuar, por nuk dyshon asgjë sepse në fund të fundit është një votim elektronik, është i regjistruar në një makinë elektronike që është, mund të them, shumë herë më i sigurt se numërimi manual normalisht. Ndërkohë do doja të dija edhe për besimin që diaspora mund të ketë, se her pas here ne e dim të paktën edhe nga diskutime të shumta që mund të kemi këtu në vendin tonë, që mund të kenë edhe frikën për sa i përket sigurisë, nëse votimi është elektronik apo online, siç po thonin pak më parë. Mendimi i diasporës cili është, ndërsa ata do kishin mundësi të zgjidhnin, do vepronin në këtë mënyrë, pra do zgjidhnin teknologjinë të besonin për të votuar, apo do duhej që të ishte kjo forma tjetër dhe mënyra manuale që të votonin? Cilat janë ato mendimet e tyre, ato protë dhe kundër që mund të ketë për këtë lloj mënyre dhe këtë qasje? Personalisht unë do të zgjidhja normalisht votimin online, nëse do të ishte implementuar sipas standardeve dhe protokolleve të sigurisë, sepse është i shpejtë, ka kosto jashtëzakonisht të ulta, krahasuar me votimin manual që ne bëjmë si diasporë, duke konsideruar që ai zarfi i DL-s që KQZ-ja na ka dërguar ka një kosto diku te 100 euro, mos gabojmë, bashkë me dërgesën dhe kthimi, kështu që është një kosto për taksa paguesit kudo që janë në Shqipëri. Është i ngadalt, siç pam, shumë zarfe nuk u kthyen, shumë zarfe nuk u tërhoqën, kështu që ka ato problematikat e tij. Por nga ana tjetër dhe votimi online, nëse do ishte i mundur, kërkon ekspertizë të madhe për të implementuar dhe për të siguruar. Kështu që nuk është i lehtë, dhe konsideruar edhe kohën me të cilin KQZ-ja e bëri të mundur votimin me DL, që ishte goxha shpejt, votimi elektronik do të konte një kohë shumë herë më të gjatë, që nga implementimi i sistemit, nga testimi, nga certifikimi i sigurisë, ka shumë herë më shumë hapa, po edhe një herë si diasporë, duke parë që bota po vazhdon po ecën me teknologjinë, unë personalisht të ardhmen e votimeve në 10 vjeçarin e ardhshme shikoj online. Po për sa vite mendoni, zotëri Ferllari? Sa vite do na duhen ne që ta implementojmë në një mas më të gjerë votimin elektronik, qoftë për diasporën, online në këtë rast, kam përshtypjen, por elektronik nëse i referohemi qendrave të votimit në vend? Për sa i përket pjesës elektronike të votimit në qendrat e Shqipërisë, ajo besoj që është shumë e mundur në zgjedhjet e ardhshme. Pajisjet që bëjnë këtë votim ekzistojnë sot, janë të certifikuara, të siguruara. Kurse për sa i përket votimit online, mendoj, nëse ka vullnet normalisht, mendoj që mund të bëhet në zgjedhjet e ardhshme që janë 4 vite. Në 4 vite një sistem i tillë mund të implementohet, por kjo gjithmonë varet nga vullneti i shtetit për të zgjedhur të sistem votimi për diasporën apo edhe për të gjithë faktikisht, për shkak të bëhet për diasporën. Siç thash, një nga shtetet që ka bërë Estonia mund të merret si shembull, mund të
edhe të kopjojë sistemi që kanë për ata vetë. Nuk e shikoj të pamundur. Domethënë kjo është thjesht një çështje vullneti duke parë teknologjinë që kemi sot. Tani, normalisht nuk është se mund të bëhet 100% votim online apo elektronik, sepse ka vende ku për shembull interneti nuk është i mirë apo fshatet e Shqipërisë që janë çiti izoluara dhe nuk e mundsojnë këtë gjë, kështu që votimi elektronik edhe votimi online gjithmonë duhet të ekzistojnë paralelisht me votimin manual që bëhet sot në zyra. Ne ju falenderojmë për çdo koment dhe analizë tuaj dhe ju urojmë një ditë sa më të mbarë në vijim.